Citati na flet për një dimension të veçantë që praktikisht na flet për relacionin burr-gru, na flet për ndërtimin e familje të shëndosh, na flet për rolin që do ta ketë gruaja në raport me burrin dhe anasjelltas. Për atë arsye Allahu xhallal xhelal këtu gruan e quhen hunne libasun lakum, gratë ju janë teshe juja, rrobe juja, mbulesë juja. Dhe ju jeni mbulesë për to. Pra ky është përkthimi i citatit, ndërsa kuptimi i tij është shumë më dimensional. Ndoshta do të nxjerrim disa prej dobive sepse shumë çka ka për të thënë. Në radhë por ndoshta ajo që mund me nxjerr nga citati, pra si dobi e përgjithshme e citatit është se do të thotë martesa është vlerë, sepse këtu flitet për çiftin. Martesa është vlerë. Kjo vlerë nuk ka rrihet në dimensione tjera. Kjo vlerë nuk ka rrihet për shembull nga të qenurit i pasur. Pasuria pra nuk e mbulon këtë. Nuk ka një tesh që e zaventson gruan ose anasjelltas burrin. Pastaj shkollimi nuk e zaventson këtë. Karriera nuk e zaventson, por nuk mund ta luajë rolin e mbulesës fiziologjike dhe biologjike, po ashtu edhe familjare, karriera, diploma ose posti apo pasuria. Që i bie se në radhë parë, pra citati Allahu xhallal xhelaluhu sinjalizon që martesa juaj është një vlerë që duhet ta vlerësoni. Në radhë parë këto është përmend gjinia femërore, Zoti e din më së miri arsyen sepse nuk ka asnjë pjesë të Kuranit që rastësisht jepet prioritet njërit ndaj tjetrit në raste të caktuara, ku kemi të bëjmë atje me përgjithësitë. Allah i ka dhënë përparësi burrave. Ar-rijalu qawwamuna len-nisa. Burrat jo meshkujt, burrat janë përgjegjës të familjes. Këtu theksohet gruaja, Zoti e din më së miri, po ndoshta është se Zoti i Madhërisht kur i ka kriju gruan dhe burrin, i ka kriju me dallime substanciale nga aspekti krijaturës. Pra siç flasin shumë antropologë dhe shumë psikologë dhe të tjerë, se dallimi në krijaturën vetvete është shumë i madh, qoftë nga aspekti i emocioneve, qoftë nga aspekti i dhurimit të dashurisë, edhe nga aspekte të tjera. Dhe ndoshta nga ky aspekt këtu mund ta nxjerrim një dobi që është dhënë prioritet që ato e mbulesë juaja. Pra, në radhë parë duke qenë se gruaja parimisht nëna e fëmijëve qëndron në shtëpi dhe ai ka shkollën e edukimit. Dhe duke qenë se është e tillë dhe burri është i jashtëm dhe preokupohet dhe lodhet, atëherë kjo duhet me ofru dashuri, duhet me ofru një mbulesë, me atë kaluat lodhje që ai ka marrë jashtë. Pastaj kemi të bëjmë këtu me vlera morale, pra gruaja është mbulesë e vlerave morale që këtë vlerë nuk mundesh me arrit ndryshe. Pra, as nuk mundesh, siç nuk mundesh me u plotësu nga aspekti fiziologjik, siç thash më parë, pra me gjetë një alternativë tjetër, mungesë gruas në asnjë formë, kanë tentuar edhe në të kaluarën. Pra, Kurani ka shterë këto shembuj që nga koha e profetëve, pejgamberëve që janë njerëz më të përgjithshëm dhe më të mirë. Pastaj edhe në kohën e mëhershme që ne kemi përjetuar shekulli i kaluar, po edhe në këtë shekull të teknologjisë, po mundohen me zaventsu martesën me teknologji ose me gjëra të tjera, por nuk zaventsohet. Por është një tesh që të duhet ka do që të shkosh. Është një mbulesë, pra edhe morale, edhe psikologjike, edhe sociale, sepse kur flasim tani për në pika të shkurta për vlerën e martesës, në radhë parë martesa është pjesë e besimit tonë, është identiteti i besimit, sepse gjysën e imanit e mbulon martesa.